Përshëndetje Sherista, dhe jemi dhe tek pjesa e dytë me yjet e Rin Show dhe sigurisht dhe të Raqit. Përshëndetje Ambra, Brigel dhe Fiona dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë se ju gjithë. Mirë se na nderuat. Mirë se na nderuat. Për të hyrë direkte në temë, Brigel. Viti i fundit, Rin Show i fundit. Si ishte kjo shfaqje për ty? A ishte në nivelin e duhur? A mendon se në rast se do ta jepje edhe një herë do kishte bërë diçka ndryshe apo ishte fiks aty ku duhet të ishte? Për mua si maturant dhe viti i fundit që marr pjesë në Rin Show, ishte një shfaqje plot emocion, plot të qeshura, plot kishte edhe të qara, sidomos kur mbarovi kishte plot të qara nga çupa, sidomos se neve 3 djem ishim. 3-4 djem dhe për mua më pëlqevi shumë. Nuk doja që ta kthejnë edhe një herë, të bëja një shfaqje të re, sepse i gjithë humori që kishte me njëri tjetrin, e gjithë lidhja që kishte me njëri tjetrin, që krijuam momentet e fundit, bëri që shfaqja jonë të mbledhë më shumë njerëz se kishin shfaqjet e tjera. Vërtet? Dhe ta shijonin në maksimum, siç e shijuam dhe neve. Dhe si një maturant që isha, unë mora pjesë normale me këngën, që është dhuntia ime. Dhe Bulose, pastaj kemi pyetje tjetër, po, ja pa mbyll. Ja pa mbyll. Dhe thjesht siç e nisa më bëre pyetjen atë natë, po ta them ishte në një natë ma gjepse, mahnice, ndryshe, mahnice, po. Se, ti nuk e vure re, po kur i them Brigelit që i është viti i fundit, se maturant, Fiona të pa shumë shtrembër. Sepse ti e anashkalove Fionën e shkret, që është gjithashtu. Ndoshta sepse dukem për në klasë të 5. Rinja, virë. Po jo, nuk ishte pyetja ime, do ta bëti kush tjetër të pyet. Këto janë justifikime, por nejse. Fiona, ti u shfaqe disa herë në skenë. Disa herë. Nuk është herë e parë që ti shfaqesh disa herë në skenë. Na ke mbir në skenë. Kam mbir, po. Por unë dua të di, mos të pyes me këto melankolitë që si është herë e fundit, se këto i lëm për në fund. Jesë, më qahet pastaj. Të marrim se s'kemi dhe facoleta, jemi shumë keq. Deficit. Kështu që vetëm me bluzë do i fshish me mend. Dua të pyes, të gjitha ato herë që dole në skenë, me patjetër ke patur një moment që të ka mbetur në mendje. Një moment që për ty ka qenë this was my moment. Unë dua të di cili ishte ky moment që për ty ka qenë më i përkryeri, po ndoshta po të kesh ndonjë që nuk e bëra ashtu siç ke dashur ta bëje. Ishte skeçi me Ambrën, Brigelin, Dionisin dhe Silvin. Aty mora zell nga duartrokitjet, broritjet. Dhe aty aty e ndjeva që po ky është momenti im. Ndjem dhe ne. Ndjem dhe ne. Po, skeçet ishin shumica. Të tëra ishin komedi. Ishin? Komedi. Komedi. Po, nuk e dëgjova. Po monolog nuk është skeç, monolog është monolog. Si prek monolog. Pushoti prit se s'kemi vajtur atje. Kishte ndonjë moment që, ndoshta edhe jo nga ty, se ne duam spece. Jo një moment tëndi që nuk shkëlqeva ashtu siç duhej, po një moment nga dhe gjithë shfaqja në përgjithësi që nuk vajti ashtu siç duhet të shkonte. Po ishin 2 momente që unë po haja veten me dhëmb, kur i thon ishte si fillim kërcimi i parë, nan, nga fundi i kërcimit unë kalova në qendër. Dhe aty ku unë duhet isha mirë, unë e ngatrova lëvizjen. E para, e dyta ishte monologu. Përsëri fundi i monologut dhe unë ngatrova një fjalë dhe ngeca, nuk e di sa keq tingëlloi, por që ne nuk e vumre. Nuk ishim shumë të shpërshpërtur. Jo, në mbaj mend një moment. Ndoshta ishit të përqendruara tek interpretimi se po bëja disa lëvizje. Unë mbaj mend Sofian që ka thënë atë moment, Zoti i Madh, sa bukur e thot Fiona monologun. Mirë, unë po e Sofia e bën dramatike, ju e dini. Nuk e di, unë jam më dramatike. Okej. Jemi të dy, nëse çrën si ka. Ideja është që ka thënë këtë fjalë, e ka interpretuar super bukur monologun dhe unë personalisht nuk e parë që të ishte një nga tres që ishte shumë e madhe që mund të bënte bum, që mund të ishte diçka që ta vinte re e gjithë salla. Do flasim pak më vonë për monologun, po sigurisht. Pikante.
Ku e kam ambrën? Hapi? Yeah. Jam. Yeah. Skena për ty është bërë si shtëpi e dytë. Edhe të paktën nuk e di nëse ndodh vetëm me mua më duket sikur ti te monologjet përket gjen veten. Po. Dhe kështu që kur emocionohemi ne, që jemi dëgjues, imagjino ti pastaj që performon dhe duket sikur ato pjesët e thella që nuk i thua dot në çdo moment, gjen atje momentin për t'i thënë. Kështu që shprehu fol. Mendoj se nëse atë monologun për babain do ta kisha shkruar vet, jam shumë e sigurt që do kishte qarë gjithë salla. Po nuk më dha mundësia që ta shkruaja vet. Edhe e kam ndjer pafund atë monologun dhe ja kam thënë të gjithin babit përpara. Edhe mbaj si tani momentin, domethënë që po e shikoja në sy, edhe ja kam thënë të gjithë monologun, edhe nëse nuk do ishte babi aty përpara, nuk e dini nëse ai monolog do ishte arritur ashtu siç më arrit. Përshëndesim dhe babin. Babi! Interesante. Jo shumë e cute. Sa herë që vjen Ambra ka kështu momente me babin. Me babin. Po, është gjithmonë babi. Mami! Edhe e kam ndjer shumë monologun. Kam gjetur vërtet veten në atë moment, sidomos kur hyra në sken dhe për herë të parë isha thjesht unë. Nuk ishte asgjë në sken, asnjë send, asnjë njeri, asgjë. Ishte vetëm publiku edhe mikrofoni përpara meje. Po dridhesha, nuk po merja do të frym se para sa ishte performanca e zotrisë. Edhe në prapaskem po kërkoja ujë me patjetër. Atë i thash, më fal se në privat i thash, i kam thënë Sofias, si arriti ta bënte, ishte direkt pas kërcimit që Isha kishte. direkt, edhe nuk po merja do të frym dhe isha diku kur duhet hy, nuk e dija kur duhet hyja. Edhe jam shumë e sigurt që u dëgjua, po nuk u vure, që ishte frymarrja ime. U dëgjua. Po, patjetër. Po, u përsol si emociona, ma doli shumë e veçantë. Shumë e veçantë, po. Po, dhe u duk shumë bukur, sidomos ai shkëmbimi me fjanën. Ai më pëlqen shumë nga Kam ndier një moment, domethënë që më thash shpëtova ja dola dhe ishte një shikim i fjanës mos. Mishi. Po më shikoje. Të gjithëve. Boborada ime tani. Ishte goxha emocioni bukur në fakt. Gjithash, kur e përjetoni ju, ashtu edhe ne. Ne që ishim në radhën 19. Po. Na vite pak fala me vonesë, po nuk ka që. Rëndësi ka që e merrnin valën dhe shikonin Blertën atje. Shumë mirë. Vazhdoni. Shikoja Blertën të filloj, mos filloj. Jepte komanda dhe i kam thënë Sofias, në fakt do ta komentoj këtë, i thash të pjesën që ishte Blerta dhe ju, sepse e shikoni Po, pjesën e regjia duket. Dhe për të shënduar tek ty dhe tek skeçi yt i famshëm me fjonën. Si erdhi, si u koordinuat. Ajo ka qenë një risi si kishte emri? Estrada e Korçës, para shumë vitesh. Para vitit 2000. Po. Dhe atë e ka luajtur Zamira Kita pjesën time, Aleko Prodani pjesën tim. Fionës. Të tjerët nuk i mbaj mend. Aktorët e tjerë nuk i njohin. Dhe isha shumë emocionuar e para për faktin që do bëja një rol që e ka luajtur Zamira Kita, që jemi rritur me Zamirën, edhe përshëndes fort, edhe e dyta që duke njohur shoqërinë e sotme, i prisja pak reagimet. Dhe isha shumë excited, shumë emocionuar, domethënë si do dilja në skem, po ka qenë e vetmja gjë që unë isha e sigurt 100% që do dilte mirë. Nuk isha asnjë lloj dyshimi. Edhe ka qenë i vetmi moment që kam hyrë në skem pa emocion, pa asgjë dhe thjesht kam qenë vetvetja. Edhe unë. Vetëm erdhi shumë inat që ajo e bërtitura nuk doli. Po ishte. Nga lodhja e tepër që kisha në sken. Ama ishte shumë i arritur si skeç, të them të drejtën. Besoj se atë do thoja moj ajo e di që nuk e kuptoi asnjëri që ishte pjesë e skriptit ajo. Jo, unë thash iku Fiona. Ka qenë e gjitha pjesë e Duhet që për në skriptit. podcast nuk ta kisha me. Në fakt, tek skeçi origjinal nuk ishte e egzageruar
Ne gjë, me po, Sofia ne- do me të në zoti mafiona. Ne si dalla çka jemi. Ju betohem para shfaqjes, i kam çuar Fionës një mesazh dhe i kam thënë do shtrihesh ti, do shtrihem dhe unë dhe do të rrej fal. Dhe Fiona ishte diku, po më direkt. Për shumë e gatshme. Lafe ke kaca Edhe edhe kam qenë, e kam patur Fionën përballë para se të hyja unë kur ishin vetëm 3 aktorët dhe i kam thënë do pjesh do të rrej fal. Po, jam dhe Fiona. Këtu jemi, po. Ka qenë dhe një moment tjetër, Fiona që Opa. Që ka i bukur, na i thoni dhe një t'i qeshë. Ishte hyrja e Ambrës. ishte hyrja ime, thoja unë do me thënë si jeni mirë, ka njeri, dhe mbanim radhën do me thënë që mua më lanë të parën duke qenë se këta tjerët kishin fri. që të shtyvi. Ishte drejtuar për Jo. nga xhepat. Ishte përballë me xhepat pa hyr Fiona akoma. pa hyrë unë. Fiona ishte jashtë xhepave. Dhe unë isha përballë Dhe kjo nga Ambrës. që kishte emocione. Kisha shumë stres. Po unë me Fionën bëjmë mas. Po. Është e pamundur. Po dhe nisim ne dyja do me thënë. Dhe kisha Fionën përballë. Fiona do e bësh atë fytyrë. Po, instinktivisht nga stresi, po më shikonte dhe Ambra dhe thjesht bëj një fytyrë. Dhe unë thash mos. Kisha dhe flokët I kishte edhe Ka flokët. stresi ajo fytyr. nga sikleti. Dhe isha po. diku mos. Dhe thjesht shqyr, falenderoj Zotin që e kisha skeçin që duhet kthesha dhe të buzëqeshja. Se nuk e di si do ta kisha rregulluar. Ua qa momenti ishte. Jena të fytyrën edhe një. Opa, thumbnail. Edhe momenti kur më shtyu Brigeli që nuk ja kam djeri natin akoma. Ajo nuk ishte pjesë e skriptit. Do me thënë, deri në momentin që u realizua në teatr, ne për atë lloj skeçi, jo vetëm unë, jo vetëm Fiona, po të tërë jemi ngjirur. Po. Se më Unë nuk thënë, ngjirema. Më ka fituar zër imunitet. Veç të ngjirurës, unë i kam të gjithë të dy gjunjt të nxirr. E marr me Të nxirr. do me thënë, ishte i vetmi skeç që Antonia, regjizori, na la neve të lirë. Me thënë, provovi shumë karaktere deri javën e fundit që vendosi që do ta luanim neve. javën e fundit. Deri javën e fundit. Javën e fundit u vendosën përfundimisht rolet. Po, dhe javën e fundit neve filluam po punonim për çdo gjë që intensivisht. përmbante po. Dhe me thënë, në ditët e fundit, se ta lidh me shtyrjen e Ambrës. Shtyrjen ty. Në ditët e fundit, Antonia propozoi që sikur në momentin që Ambra thotë bobo kam unë radhën, njëri nga juve ta trejsh. E duke qenë se unë vinja direkt sa kisha dalë nga zyra e Fionës. Ishte me nerva. Dhe isha me nerva dhe i mërzitur që më kishte marrë xhaketën, kupton? Edhe atë, më thënë, ishte thjesht ishte instinktivisht që mua më erdhi aq shumë fuqi. Shiko, është dhe diçka që njerëzit nuk e din, po duhet thënë. Unë me Brigelin ishim zënder para shfaqjes. Nuk flisni. Nuk flisnim fare, edhe kemi mbajtur shumë inat me njëri tjetrin deri në një farë Ka qenë momenti. një veprim i sinqert nga ana. Po, ishte shumë veprim i sinqert, po këmba ime diçka e hequr. Jo, po unë nuk e Jo, di. ikë mos fol. Ta mbaj mikrofon. Unë nuk e dinja që kisha shtyra ai shumë, vetëm kur më thot i mat, më thot, "Ore, po ata të shkretët shpate", më thamë. Të betoj, i kam thënë, Ambra i kam ishte e thënë, dëmtuar. U ktheva kështu dhe i thash mos më triq fort. Dhe Brigeli i ka ndej dhe më ka hedhur, nuk e di, thash mos i rash asaj dhe ris qaro blertën. Pastaj çfarë më shkatrua skenën. Ti zë s'kisha faj. Po çfarë kisha? Kush kishte lek të paguante? Paguaj çfarë quhet se Projektor. projekt. Jo, ishte Ajo tabela gjë e bardhë. Ajo. Ajo gjëja. Ai gjë. projektor. Ke që pas ka pasur Shumë dinamike. E dini ju që unë këmbën nuk e lëvizja dot dhe gjatë skeçit unë harrova që e kisha këmbën e vrarë. Dhe kur kam parë video, unë këmbën nuk e bëja dot kështu gishtat dhe kur kam parë video nuk kam qëndruar kështu. Në majtë të gishtave. Në majtë të gishtave se harrova fare më zuri një adrenalinë pa parë, domethënë që u përcol deri në rreshti fundit. Nuk e di u dëgjova. Nuk e di, Ua, ti më dëgjuar më kujtua ti? diçka tjetër, nuk e di ata thash pas shfaqjes që kur po më triqe, po më rrotulloje,
po shkonim pas 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 pedeve. pas pedeve, pas dhe xhepave. pastaj po më dërishte po e fjala. trisha unë dhe kjo trish, andej unë trish, hajde këtë. Është një moment që është hedhur, më duket, po nuk e di sa është vënë re, që unë thjesht ndalova se trish dhe po i thaja boll, lëshoje. Dhe Fiona që nuk e lëshonte. Dhe unë që Fiona e kishte marrë shumë seriozisht atë karikën. E disa me frikë më kapte ankthi kur ajo pjesa që thoja edhe ne ngrihesh edhe më kapte një ankthi pa parë që Po do duhet më të hapësh risha s'ka? Fionën. Se disa u dëgjua kjo. Jo, nuk po të gjua gjë. Ose ndoshta nga shënëshëm në fund fare? Nuk e besoj që nuk e besoj që ishte ajo pjesa që ishim në fund. Fiona, Pa. me ke nxjerrë me shpirt atë të thirrur në fund. Si je pas, domethënë kështu, edhe fizikisht, po vokale. Jam e ajo është shkatruar, ekzemtuar. jam e shkatruar. Gjithë që bënte rolin. rolin. Po. Unë tani Më thënë, jam nga pas. ka dalë muaj. Ajo ishte një skeç që pavarësisht se neve u vendosëm javën e fundit, neve u futëm me shpirt. Po. Të gjithë. Po. Dhe Unë e doja shumë atë rol. Po. Që e morëm. Sa e mori ajo gjekja në fakt ishte gjekja e Dionisit. Se unë kisha marrë me vete, po pra, unë kisha marrë me vete gjekën time, po gjekja ime ishte deri por gjurit. Pelerin. Dhe s'kisha kohë të gjenja gjekë tjetër. Pardon? Në prill me atë gjë. Po kapton. Ngri, do të them. Jam lutur ta zhduk atë farxhupi dhe nuk e ka zhdukur. Ikën dhe plakat. Ishte më të mirë. Vazhdo dhe. Dhe nuk na nevojit fare teksti. Me thënë, tekstin thjesht sa e morëm 2-3 ditë e hodhëm. 2-3 ditën e parë. Ditën e parë teksti u mbyll. Po. Është modest. Po, po që kur ishte momenti që po rotullon të ambra Fionën, unë po mundoja se Dionisi bënte veprime. Unë mundoja të bëja të qeshur në time. Këte Silvi u kthye me kuriz vetëm që më duke se qeshur. Dionisi kishte një kështu. Që kur e kam parë në video, kam vdekur, ju betohem. Pastaj u hodh apo nuk u hodh? U hodh. Aty u hodh. U hodh nga skena. Komenti që kemi Dilema më e madhe, enigma më e madhe e gjithë shfaqjes është kush e ka kapur video Dionisin kur u hodh nga skena. E mendoj Dhe dhe Dionisi enigma më e madhe prandaj. që kishim në atë momente. A u thye që këmba e Dionisit apo Unë jo? me mendje, unë me mendje që kur më thani që ishte idhur më këmbë. Po e më tha mo, unë uova me shpirt, tha, uova i ta. O dhe një shpirt e Dionisi ka fluturuar. Unë isha në karike dhe kam patur një reagim kështu. Si na shpëtovi, si Dhe na pastaj vazhdova. Po dhe Dionisi nuk na i tha. E pra dhe nuk e përmendi këtë. Do me thëni tepër interesant, rash me shpirt. Lola, se e bëra kështu po. Se dikush nuk ka kapur video. Ai u hodh sikur do notonte kështu. Ne thamë, zot, mos kishte, ai thash Sofias, mos kishte ndonjë fryngjër në atë moment aty poshtë. Ose ai e kishte thyer këmbën. Jo, Mirë po, ishte Dionisi e ka bërë me qëllim. Nuk ishte fare pjesë e Ndërsa Andra pati një ajo ishte aksident. aksidenti im. Duke ecur një Unë e kam marrë me shumë sportivitet. Po pra, prandaj unë këtë do flasim, të ta merrje me do sportivitet ti, si e more me sportivitet. Unë, Tisha po unë. çfarë të bëja unë? Kishte Angelika. Unë ngrita ju dash dhe një punë. Plasi syri. Plasi syri në fakt e ndjeja shumë energjinë negative nga gjithë hatersat që ishin aty. Që në momentin e parë që kam dalë në sken, konkurenca ishte shumë. Dhe e forta ishte hy në sken dhe nuk gjej Fionën. Unë atë kostumin kisha të vendosura si dekor fasho të shqyera dhe dy nga ato i kisha të varura deri në këmbët. Dhe ndërkohë që sa do dilja në skenë, mu ngatrua këmba aty dhe desh rash. Dhe prandaj u vonova. Në moment mua më zuri një ankthi pa parë dhe isha diku, se kisha maskën dhe nuk më shikonin kur flisja, dhe isha diku ku është Fiona? Fiona, pse s'ka dal Fiona dhe miku truri? Dhe shikoj Dejnën. Po pra, po unë së të vrare fare pastaj. Dhe shikoj Dejnën
që ecën e para, merr sfilatën e para. Mos tash se kisha mendjen fare ku po ecja. Fare, kam pa një po mdimte super shumë. Ç'mund të shma dhe mandollën në fakt. Mandollën se mund të më kenë thënë mbi 15 veta mos vish taka se do biesh. Unë nuk I Në dëgjova vera. 15 në 15 vete 14 mund të kishin sy blu, kështu që. Stefani me ty e kanë. Po jo se Unë mendova se unë e kisha atë maskën shumë të madhe dhe kisha vetëm njërin sy që mund të shikoja. Dhe kisha amrën nga I djathta dhe mendova se e pengova unë. Dhe sa kesh jam ndier, thash njërë të ngrija vlla, po thash vazhdoj, s'para, lere të bëj çfarë të doj. e di çfarë mendova t'ju thoja atyre bini të tar urgjent. Bini! Po pastaj thash, lere thash, thjesht u ngrita. Edhe në atë moment nëse është dukur video, unë u pengova me një qesa. Jo, ne që Ishte ishim në një 19 që po e themi për të 19 herë nuk Qore sa jemi në rreth. Video që më janë dërguar mua nga afër dallohet shumë që ishte një qese kaq. Që unë e mora me fustan dhe në momentin që unë kam shkelur qesen, këmba e vrar mu godit me këmbën tjetër dhe me dhembi. Dhe nga që me dhembi mu morën këmbë dhe rash. Dhe aty duke dhe më thënë që isha diku mos. Unë me ka vlasë dhe si gjatë. Dalon me këtë. O zot. Unë e kam marrë me super shumë sportivitet, qa nuk kam dëgjuar. Ajo ishte një rënje skenike. Ishte diçka unike. Ura, Ikon, jo nisi me shpirt. Po pra, Se mos ka që do me thënë unë kisha shumë frikë se mos humbisja pik nga Irana. Gjithë shfaqja, jo vetëm sfilata. Edhe kam pyetur, nga s'kam pyetur, do me thënë humbet pik dhe më kanë thënë jo, ajo nuk ishte fare, nuk prish punë, do me thënë. Ajo ishte graviteti, çfarë ti bëjmë Po çfarë ti bën graviteti tani? Fizika. Do të çem të bësh filat në hënë dhe pastaj e ke fajti. Dhe më erdhi shumë inat se nuk duhet të ndodhte, po ndodhi, nuk ka gjë. Një gjë duhet të ndodhte, ka thënë. Kishte shumë sy ajo shfaqje, e ndjet ju energji negative. Kishte shumë njerëz që na urrenin dhe nuk e di për çfarë arsye kishin paguar lek për të hyrë. Ne I kishim Ju I kishin pikërisht. Edhe unë ças dëgjova, që nga skena ças dëgjova, po jam shumë e lumtur për të gjithë njerëzit që në momentin që rash më suportuan, thirrën bravo Ambra, Duart Trokitën. Jo vetëm në atë moment, po në të gjitha momentet dhe për gjithë ata që thanë, "Ua, po ti pse u ngritë dhe I putha ata?" I kisha për gjithë njerëzit e zemrës, se nuk më intereson fare për ata që thanë, "O, tash që ra Ambra, tani do ta marrin sfilatën këta." Po, pavarësisht se mund të jenë që na keni nat, prapë I falenderojmë nga shpirti që kanë paguar biletën dhe erdhën na pa në neve. Dhe atje mund të ishin diku te 400 veta. Jo, më fal, prit, 400 veta është kapaciteti. 600. Se janë dhe shkallët. Në për shkallë vetëm unë pash ishin 4. Ishin, më thënë ishin në shkallët e para, ishin 4 që po rinë. Unë me Sofian po rinim kështu se me erdhi një 4-5 atje dhe po rinim kështu. Zoti I madh, domethënë nuk e di. Tani të pyesim pak këngëtarin ton. Po pra se sa do thoya që jam Brigeli. Nuk e lëm Brigeli. Tani, unë vura re një detaj. Po. Që nuk e dia ishte për të vënë re. 10. I dëgjova të treja gjuhët e shkollës tonë. Gjuhët e huaja, patjetër, se shqipen e dëgjuam që e dëgjuam. 10 kënduat edhe në gjuhën frënge, dhe në gjuhën italiane dhe në gjuhën angleze. Po. Edhe këtë vit, po e njëjta situatë. Ishin të dyja të planifikuara si përfaqësimi I shkollës apo ishte thjesht ti je lice, ti je shkreta Nuk ka lidhje me thënë as të planifikuara, as se unë jam. Për të dyja vitet. Po flasim. Nuk ka lidhje se jemi në lice apo se jemi klasat të tjera që bëjmë gjuhën angleze apo italiane. Që në vit të parë unë kam pasur dëshirën që Rin Show për mua nuk ka qenë thjesht një spektakël që neve krijojmë humor, bëjmë një shfaqje dhe më pas kalojmë të lumtur me miqtë tanë. Unë e menja asaj si sfidë, sidomos dhe për këngët. Dhe me profesor Bledin, që na ka ndihmuar që në vit të parë, ai më sugjeronte këngë. Unë nuk I doja, sepse për mua mund të ishin këngë të bukura, po për mua unë I quaja të lehta. Dhe unë që në vit të parë mona një iniciativën si një këngëtar I ri që nuk isha shumë eksperiencë të bëja Notre Damin. Dhe vazhdova edhe në vit të dytë me zhëtem të Slimanit dhe në vitën e fundit që bëra Grand Amorën.
nuk ishte asnjëra me qëllim për gjuhët, thjesht Rastësi e bukur. po, sepse unë i kam sugjeruar dhe Dorisit që ishte në vit dhe në vit të parë Rajnës, këngë të fuqishme me potencial që edhe ato të përfaqësoheshin, por edhe ato të kishin, me thënë në fund, të dilnin krenar dhe të do të gjeteshin nga publiku. Si këngëtar nuk besoj se është e vështirë të mësosh për shembull dhe një gjuhë tjetër. Jo, Që të fare. këndoj italisht. Teknikisht derisa ekziston muzikaliteti. Po, sidomos me italishten Po, është më e lehtë. Po kush është më fal, mbaj frymën. Në cilën gjuhë do të doje më shumë? Ose ndihesh më i sigurt të këndosh? Cilën gjuhë të duash ti? Edhe rusisht futja. Po, në qoftë se do më pyesje para 2 vitesh, në vit të parë, do të thesha anglisht dhe frëngjisht. Në qoftë se më pyet tani, për mua çdo gjuhë, të më japësh një këngë, ta studioj, për mua çdo gjuhë është e thjeshtë ta këndoj. Do thënë, tani unë s'po them rusisht nëse. Po për këto gjuhë që dim, I ke dëshirë. po fra, i këndoj lehtë, nuk ka fare problem. Ambra mos më shiko. Ndërkohë që Grande Amore patjetër e njohim është këngë shumë e madhe, shumë e fuqishme. Ti e gjetë veten dhe u përshtatesh shumë mirë me Më ta. tepër që ata janë dhe grup. Ishte ti ishe një- përzgjedhje jotja apo tu caktua? Për para se të niste rin show, unë do të bëja tjetër këngë. Edhe ajo është e fuqishme, është Caruso e Luciano Dallës, Po. por nuk më lajën vlla. Sepse më tha, ky është viti tënd i fundit, më tha mua, dhe unë si mbështetja jote dua që ti të bësh një këngë me më shumë fuqi se sa ajo. Sepse ajo mund të quhet si një këngë balade, pra E lehtë. ka shpërthime shumë, por nuk ka atë ritmin që kishte që ka Grande Amore, po. Dhe duke qenë se unë e nisa vitin e parë me performancë dhe dhe vitin e dytë nuk më plotësua, për arsye sepse profesorja bëri një shfaqje krejt ndryshe nga Rin Show. Këtë vit unë doja përsëri të ktheja grupin. Dhe pyeta, më thënë, mora Anën dhe Athinanën, që të dyja janë kërcimtare shumë të mira, dhe krijuam një grup. Krijuam një grup me ato çupa që ne të tre mendonin se edhe dinin të këndonin dhe dinin të sfilonin. Dhe unë Kërcenin. se çfarë thënë ne të kërcenin. Më fal, të kërcenin dhe të sfilonin, më fal se më kapi ajo. Po tani do gjesh. E po tash e do gjesh. Që dinin dhe të kërcenin dhe të sfilonin. Dhe Graviteti joti. Graviteti. Dhe e gjitha ideja e performancës ishte që unë të krijoja një shfaqje brenda një këngë. Jo të krijoja thjesht një performancë normale me kërcim apo ku ta di unë. Dhe punuam me çupat dhe krijuam një grup shumë të mirë që i falenderoj të gjitha pa mas, nuk kam fare, fjalët janë shumë pak t'i falenderoj se kanë bërë një punë shumë të fantastike. Ambra, ke koment për këtë ty? Jo, s'ka, po thjesht Aha, e kishte kështu. E kishte në përgjithësi. Për zyrën Po, tonë. Për zyrën tonë. Dhe për të kaluar tek Fiona dhe monologu. Monologu. Ta bëj unë pyetjen apo do më shprehesh ti për monologun tënd? Ma bëj një herë. Pa njërë, si erdhi ideja? E shkroj vet apo të ndihmoj dikush dhe pastaj ku e pata atë vështirësinë? Nuk e shkruajta vet. Ma dërgoi profesore Blerta. E lexova, e përshtata me dikë tjetër dhe e kam mësuar dhe interpretuar në kohë rekord ditën e provave gjenerale. Juve paske keni qenë të rrezikshëm? Edhe unë. Edhe ti. Si Fiona. Për shkak se isha shumë e ngarkuar me disiplinat e tjera dhe nuk kisha fare kohë të merresha me monologun dhe e lash për minutën e fundit. Por që mendoj se e bëra mirë. Edhe ne. Ta ju pjesa që the që ishte ajo vështirësia, si u ndjeve pas monologut? Doja ta rihja veten, por që Shko pak doja ta rihja veten. Ti me të rahurën e vetes tënde dhe me atë kafe që po pija. Kjo është
Ishe që ka të kafen, më duke se e gjithë arsye. Atëherë, diçka jashtë skenarit. Fiona bëri një kafe turke me ekspres. Me çokoladë. Me kafe ekspres, me ujë, kafe me ujë, edhe joti dhe çokoladë. Ma dha mua para kësaj që po bënim. Dhe unë gjesh bolla. Dhe tani kjo e ka këtu të sajën. Dhe më duke tani po e kuptoj pse e bëri. Kafja ishte skaduar. Po dhe kafja ishte skaduar. Pasi e piva disa herë. Shqyr Edhe mikrofoni ishte skaduar. Shqyr të tha profesori Fiona që ishte kafja e skaduar. Faleminderit. Kush e di ku do kishe vajtur. Bëjmë një pyetje kështu shkurtimisht për të tre. Po. Zgjidheni vetë radhën, kam thënë unë gjithmonë. Unë jam që jam Si bitar. ishte të punoj me regjisorin tuaj? Ishte shumë. Si ishte të punoj me regjisorin? Nëse keni dhe të këqija, unë do doja shumë të dëgjoja, sepse unë kam shumë qejf të betash e theme. Po. Ti je shkreta. Regjizori. Po jo. Tani. Unë Antonion e njoh që kur isha i vogël. Kam pasur kontakt me Antonion që për shoqërisë që ka me vllajin tim. Dhe që kur nisi punën e aktrimit, ja njoh shumë mirë edhe punën se si punon dhe gjërat e tjera. Dhe provova dhe vetë. Për mua ishte një eksperiencë shumë e bukur të punoja me Tolen. Ishte një eksperiencë që kishte dhe të thirrura, siç çdo regjisor i bën, kishte dhe të mirat e saj, kishte të qeshura pafund, kishte gjërat e veçanta që ka një regjisor, shpike në moment, të batutave të bukura, të fjalëve të ndryshme. Gjatë provave të aktrimit kishte shumë batuta që ishte Antonio që neve na bënin të ndërpristim skeçin dhe vetëm të mbanin barku me dorë duke i qeshur, se nuk ishte pa përballueshme. Dhe në fund, në finalja, kur të gjithë po pristim që të vinte numri tonë, ish po rinim lart dhe Antonia i shikonte të gjithë që ishin në stres. Të gjithë, pa të mos çupat që vetëm iknin, visheshin banin, po edhe neve që rinim jashtë pristim që të na vinte. Drejt çuna me ziki, si Mama që ishim laj thaj. Dhe mundoheshe që të bënde sa më shumë batuta. Na paralajmëronte që shikose po ju vjen numri, vazhdonte bënte akoma për të qeshur që të ishte sa më shumë stresin. Dhe pas shfaqjes që neve bëmë, ati gjatë shfaqjes i erdhi me thënë i vinte një bullqeshje që neve nuk e kishim parë aq të madhe gjatë provave. Sepse normale nuk e di shkollat të tjera, po 3 vite që kam patur eksperiencën e Rinshow, 3 vit Raçi, deri në provën gjenerale nuk është treguar serioz. Fare. Deri në provën deri në provën gjenerale kanë bërë siç ju ka dashur qefi, nuk kanë dëgjuar fare regjisorët, ama ditën e shfaqjes të gjithëve ju kapte një emocion i papar. Dhe të gjithë kanë nxjerrë shfaqjen që në prova gjenerale nuk ka qenë ajo. Dhe Antonia gjatë shfaqjes e shikonja dhe mbaronte një aktrim, shikoja që qeshte. Mbaronte kërcimi i çupave, vetëm i vinte buzëqeshje. Dhe kur mbarovi performanca time, prap të njëjtën gjë. Dhe në finale atë bëri. Dhe kur morëm çmimin për baletin më të mirë, unë nuk e prisi, unë thashtë më dhanë mua, për performancën më të mirë, po vetëm kur shikoj Fionën, s'po ma lëshon të kupën. Të thash, u sulëm të dy, e kapëm dhe unë po e mbaja kështu, që ti ta merje, ti nuk e lëshove, e mora unë. Nuk e more. Po ishte pa i Fionës. Po që për mua ishte një eksperiencë e bukur si në vitë të fundit, sepse neve, sidomos ne të tre, e kemi kërkuar shumë. Ne kemi kërkuar shumë, ne kemi komunikuar të tre me Blerta dhe i kemi thënë në qoftë se ka mundësi, neve duam Antonion. Jo për t'i ulur vlerat e punës të gjithë regjisorëve të tjerë, por sepse neve ndiheshim më shumë radh, duke qenë se ne të tre e njohnim më shumë. Dhe për mua ishte shumë e bukur si eksperiencë ta kalonja si viti fundit me Antonion dhe me shokun tim që prej femërisë.
Unë nuk dua të shtoj apo të heq asgjë nga fjalimi i Brigelit. Fjalimi. Po, sepse ishte totalisht një fjalim. Unë Ti jetoj me dy vëllezër. Unë zgjoj me zhurmën e ditës. Vazhdojmë. Unë e kam njohur vjet Antonion, domethënë po bëj një vit e gjysmë gati. Dhe gjithmonë kam patur një afrimitet edhe një kemi shumë të bukur, edhe gjithmonë e kam parë si vllajin tim të madh, sikur s'më mjaftojnë dy domethënë. E kam parë gjithmonë si vllajin tim të madh që Unë jetoj me 3 vëllezër. që çfarë do lloj problemi që kam patur, ka qenë i pari që më ka qëndruar pranë, dhe gjithmonë i ka lënë punët dhe problemet e tij për të siguruar që unë kam qenë mirë, edhe nuk kam patur asnjë lloj problemi. Një moment që vërtet jam ndjer shumë e lumtur ka qenë kur ishte fundi finales, u dha çmimi që e fitoi Kolegji Preka dhe Antonia erdhi në sallën tonë dhe ne kishim përgatitur një buqet me lula. Dhe në atë moment aty u mbushën syt me lot. Edhe ai ka qenë momenti më i bukur që unë nuk e kisha parë asnjëherë Antonion të emocionohej ashtu, domethënë. Po ti qeshesh. Edhe duke qenë se unë Antonion e konsideroja komplet si vlla, kur e mora vesh domethënë që më erdhi një telefonat nga Brigeli, "Gjeje kë kemi regjisor." Isha shumë e lumtur dhe e dija shumë mirë që shfaqja do dilte shumë e bukur, edhe që prova do ishin shumë argëtuese. Një moment, nuk e di, nuk po më vjen ndonjë moment specifik me Antonion, po di që të qeshurat në prova ishin të pafundme. Pas provave binte një qetësi dhe rinim të gjithë bashkë dhe ndihesh ajo energjia pozitive e të gjithëve. E ngrohtë. Prap me uje kishte këta. Të gjithë ne ashtu bashk, dhe ndjem shumë e lumtur. Kishte edhe diçka që gjatë provave ne nuk njiheshim fare me Antonion. Kupton, ishte regjisor. Sa thoshin këto ishin provat për sot? Opa. Plaste. Shtroj, tavolina, tamam. Edhe më ka pëlqyer shumë mënyra që ka punuar Antonia, jo se 2-3 regjisorët e tjerë që kanë punuar, ama se me ato pyetjet ju. Ama tani çfarë do t'i bëjmë? Jo se regjisorët e tjerë nuk më kanë pëlqyer, pa Antonion e kam patur pak më afër dhe e përshëndes shumë. Tale. Patjetër. Edhe ne. Patjetër, edhe ne. Në fakt të shtoja edhe një gjë. Të lutem tash. Unë me Fionën, duke qenë se ne kemi që në vitë parë, ne kemi punuar me 3 regjisorë të ndryshëm, me Silvion, me Blertën dhe në fund e mbyllëm me Antonion. E mbyllëm bukur. Po. Dhe edhe profesore Blertën. Përshëndesim të tre i duam shumë. Dhe për neve të 3 vitet kanë qenë shumë të bukura. Në vit të parë kemi bërë shumë gallata. Në vit të parë Namin. Po, kemi bërë sepse si çdo fëmijë që vjen në gjimnaz në vitin e parë, ka të dëshirën që të marrë pjesë në shumë aktivitete. Dhe duke qenë se ne u futëm në Rin Show dhe na mori një regjisor i cili gjatë provave, pavarësisht se kishte atë reptësinë e çdo regjisori, me ne u sol shumë mirë. Me thënë bante shaka nga më të ndryshmet, shpiknim aty për aty skeqe të reja dhe sa, me thënë, ne krijuam me Silvio një skeç që bëm edhe profesore Marita për të qeshur, që ishte një gjë e rrallë, nuk e di. E jashtëzakonshme. E përshëndesim me profesore Marita. Po përshëndetje, by the way, se ne kemi pasur kujdestare, vazhdo. Por që përsëri, prap, duke qenë se neve se unë personalisht nuk e di Fiona, por unë nuk e njihja shumë Silvion. Asun. Dhe duke qenë se bërja atë qasje me neve, neve u njojtëm, me thënë, u afruam shumë dhe na pëlqevi shumë të punonim më tepër. Sa që dhe në vitë të dytë, ne kërkonim, bashkë dhe me Mikaelin, kërkonim që të vinte Silvia, po prap, na erdhi profesore Blerta, që nuk e prisnim që do dilte ajo shfaqje aq shumë e bukur. Do dilte një shfaqje e bukur, po jo aq.
Dhe në fund po e mbyll prap me shokun, vllajin, babain, se për neve ashtu o sol, si në të mirë, si në të keqe, zgjidhi shumë probleme që disa nga çupat mund të kishin me pjesën e po se çupas. Tash çupkat. Probleme që çupat që kishin po. Nuk s'kishte pse. Edhe ai më thënë nga që kishte grupin ton që po na kishte më afër dhe bënte sa më shumë shaka. Edhe ai, duke qenë se kishte sa momente që ai nuk ishte mirë nga ana shëndetësore, po prap ai vinte tek ne, bënte prova me ne. E kuptoj. Na falë nëse të kemi mërzitur ndonjë çik, po që Kemi shumë Faleminderit Shumë Antonio. faleminderit për Të të gjitha. Dhe ne patjetër që ju falenderojmë dhe ju që pët pjesë. Kjo kupa, para se ta mbyllim. Mhm. Çfarë hoqi kjo kupa? Po juve edhe kupës se keni lërat. jo, thjesht, domethënë, jo se na erdhi i natë. Tani u kujtova. Se kisha Po. Të lutem shumë se kemi dhe ne një minutazh që duhet ta Po na falni respektojmë. po. Jo se kishim Duhet të bëni një episod vetëm me ne të tre. Jo se kishim i natë me shkolla të Jo, tjera, por që Jo. jo. Jo po. Po thjesht, ai shumë e shijuan fitoren e çmimit të madh që ishte për baletin dhe çmime personale. Sa që kjo si bëj panda atë. kjo e shkreta oqi dhe valle me neve. O shi dhe valle me ne. E vogël po funksionale. Dite ishte. Ua. Ua. E po. Dhe ne ju falenderojmë pa mas që u pët pjesë. Faleminderit. Ne fatkeqësisht Tamra nuk do jemi persona që të marrim një intervistë për një show tjetër, por të urojmë suksese. Do të shohim në YouTube. Por kur mos thuaj? Do i bëj vetë intervistë vetes. Do na marrësh ti biletat, do të na i ruash? Patjetër. Hajde ngelim një dy do vite ju që marr jemi këtu. Nuk funksionon e provova unë. Do ju marr profesionin vajzave dhe do intervistoj veten vitin tjetër. Interesante. Jo, Bravo. Unë nuk e di për fjonën, po ja do të thësha valla, jo vlla. Vallahi. Nuk e di për fjonën, po të visi një ish pjesëmarrës, se të shikoj rinshon, kam një ndjesi, nuk e di. Do qaj. Nuk e di. Më mirë Do qajmë bashk, po Më hajde. mirë mos Kjo është vi. për vitin tjetër. Katër i show do bëj kjo kock. Katër Ne vitin top. tjetër do vim si regjisor ne të dy. Interesant. Fiona dhe mund. Unë do vi si gazetare. Mo merre me Kristinën. Bukur, bëjmë një trup të mirë. Ne do shikojmë po. Ju falenderoj shumë që u bët pjesë e kësaj interviste. E te kaluam dhe ju dhe ne. U kënaqëm. A u kënaqëm? Po pra, unë kënaqem se ajo ishte e qëllimi. Patjetër. Ne ju urojmë suksese dhe ju Sherisa faleminderit që u bët pjesë e këtij episodi. Paçi. Bye bye.